Klodi me pak fjalë e ka dështu respektin për femrën që ka përjashta, sa akoma i vazhdon lojrat e Jo, ki po thosh Klodi strategi fort, që Benitën, tani. E pa që Eliona ju viktimizu, e shef që Benita janë banë me qeshme, Jo, e vazhdon lirshë me Benitën. toksik, të dy, toksik, edhe po jo, po, edhe kjo atene, edhe ku i thash, tash një tha, ha, ja bash, që që këna në që tha ludot petla. Thashe, jo, petla t'jeni t'i bo vetë. Thash, thot, dikur si këshyp të petla. Jo, edhe aktori tha kur t'pullët me aktor, tha njësi ta shkon me burin e me. Thash, ajna këtu në aktor, ajna në reality show. Ata janë model, ata janë figura publike, aktor nuk janë. A vlerësot këto aktorin? Ti nuk të regove lojtar shumë i domë. Shumë situata ju këtu. Unë të regova? Qa ka për kë? Ku, hajde? Momentin me Elionën. Pse? Pse qa i the ti Elionës? Eliona mu të shumë mu tha ti nuk je shembl tha me folkit fjallë se limi ty të vlerësën, tuk se limi ti pasan thonë ato fjallë, ngëm. Ku kry, mas një orë e ardhe Eliona, thash Elion. Por ka shembull të femna me 18 vjet, thash t'ja nis me cigare, po s'po ta përmeni, thash sa është të personal. Jo, cigarja s'ka lidhje. Se nisi, thash po e dyta, thash. Qysho monshme, ti pi fillimit e din, thash se Klodi ka femër. Ka femër, thash ju gjuhësh, e dyta, thash ajo nuk ka shembull. Viktimizosh edhe ngopshka i thash. Edhe i kërkon llogari Klodit. Edhe, thash halo vun, kur Klodi shkon te Benita, e lun me ty, vjen me ty kur do. Edhe nisi me kajt. Po s'brekte. E shka thash? Tani, para prakisht, ti mendon që Eliona po shfrytëzon këtë pjesën me Klodin? Nashta po, nashta jo. Si nashta jo? 50-50 e ka Eliona me Klodin. Edhe ka emocionin, po e ka edhe shfrytëzimin. Se e ka pa që jetën për prajme. Nashta jo, nashta po, okej. 50-50 e ka. Edhe me mua ashtu. Hajde vazhdo. Atere, në momentin që ti ja hap këtë bisedë pra, i thua, e ka më shumë me Benitën, se ka me ty, se bëri këtë, kush ja solli tortën, e tjerë, ti e pasis që ajo të shfrytëzoj të nxjerri 2 pikalo dhe të dali prap në prajme. Ajo që ka dalë deri tani. Më mirë në dale. Diskutojnë dhe njëri vetë ka paku. Valla, hiki që ashtu s'du me dalë me prime dhe jo e një po me kitë prime. Dali vetë ka paku ta mamë, se është pjekë situata më shumë. Ore, një sekund. Okej. Pra, ti në një farë mënyrë, vën që të mendosh për veten, Jo. Ama dhe ty e nxjerë bukur vetën edhe labi. Di pse? Dhe shka të më thonë kjo? Se këta si komentues të situatës e nxjerë vetën super të zuar opinioniste. Olba, a dhe shka të më thonë? Jo, shumë interesant shka tha. Shumë interesant shka tha. Ajo po. Jo, hyki shka, go. Hyki po thot, dhe me këti ja kalzove një kshil. Jo, fare. Shka të? Prap se kuptore. Ti po jetë vëmendje për dalë në prime. Po më falë. Me që po e shfrytëzon situatën ajo me Klodin. Ti nuk po e shfrytëzon situatat favorin tënd, por ti po i jep asiste lojtarëve të tjerë që të dalin ata. Ama ju Girta edhe për mua si ka shfrytëzojnë favorin e vetë se ajo mu gjojnë. Jo në këtë rast, të mendoj për gjëra tjera po themun, jo. Po gjëra tjera s'ka çfarë bëj Ludo dhe Labi, e di pse? Se do Ludo dhe Labi janë njerëz të fortë të rritur, s'kan për çfarë viktimizohen, ajo edhe mund mos ta shfrytëzoj këtë dhe ka pëlqim të pastër dhe ka 50-50 e ka. Ama tu duhen menduar të dy skenarët. Rregull. Dhe në momentin që ti ja jep mundësin që ajo ta luaj këtë, mbase dhe s'po e luan, mbase e ka dhe reale, po të thash duhen mendu të dy skenarët. Rregull, a thoj, po të është ti strategjikisht ke bërë, i ke dhënë asist një kundërshtari. Atë do më thonë si pastena, s'po guxesh me fol më me veti hiç. Unë mendoj strategjikisht. Jo, duhet mendosh ç'a po thu. Po rregull yky si pastena, po duhet më ndaj shujt, mos ti thojmë ative mendja, ative me mendja. Duhet mendosh Unë si Ajba them që Ludo dhe Labi kanë bërë mirë që flasin opinionet e tyre, se dhe këta të regojnë aftësit e tyre si analist të lojës, dhe kur del prime demaskimi i 2 lojtarëve, del nga kush? Nga Ludo dhe Labi. Edhe sot e kuptova 3 demaskime. Edhe Liona vërtetoj, pa Ludo thonë i di shumë sene dhe se e në të botha skema. A i një demaskoja zgjë. Vazhdoni thash me pite me petla, thash se, që sa interesant? Kush demaskim tjetër? Po nuk demaskove asgjë në atë rast. Ky ka peshuar disa argumente konkrete që ka rënë blluf me vetën. Fenomeni. Këta se po folin non-stop për demaskim edhe skema, pi u gjurë Albe se Alba është në kavun skema. Por publika për din 100% se kush o të lujtë skema, kush o të vujt, kush o të lujtë strategjit, kush o të lujtë hygi, sa është në largë arditi. A jeme mu shto? Ja skemat. Që skemat?
Edhe tensioni 140-150 javën e kalume. E di bre, unë tash ti ma ke smu kry, më ke nervozu 100 herë, po na duhet me i do senet. Ki senet mira, ki senet, unë tash hygi ty të kam brojt 5 herë, ku shikon 5 herë të kam brojt hygi, jo më mirë sikon sa të 5 herë të kam brojt hygi ku sikon ti prezent. Dhe prandaj Alba, kur jam e mërzitur, kam shku te Hygi dhe i kam marrë përbas fjalë të Hygit. Kjo këshirë si kod dështore, por sigurisht fund ditës on jeri. Po këta shka ti lujt do skema, sot më përmenë, thajnë, i na të lujt petla, thash luni halo petla. Ata ka rënë në gropën e vetë. Që për vëmendje. Po sot lutri është strateg, vallaj po bjen keq. Dëmtojnë edhe dikë të dashur që kanë për jashta, si rasti Klodit. Ajo harru krejt. Ajo harru. Edhe diçka Limi tha mirë, tha mos harro, tha se ti tha po luni petlla, por kur del jashtë ajo femna jote ko me të pyet se çka ka ndodhur. Po Limi çfarë po luan? Petlla. Me që Klodi po luan petlla. Strateg, Limi është strateg. Byrek. Strateg. O tani këtu Se dhe ai ka petlla dhe vetë. Limi po lu strateg se Limi ka ardhur ka thonë jam single. Ai single, unë single. Ama nga gjithësia unë ndjehem ndrastuar. Jo, ti ka po, se ti vërtet formalisht jena single. Nisar e kam kuptu. Ama kur është diçka jo e mbyllur me mëdhësi. Kërkoj falje, se me njerë që ditë kam reagu shumë shpejt, kam mendu sa e s'ka kur fare interesi o shumë i ftohtë. Por me shikimet e tina, e sjelljet e tina, 2-3-4 herë, sot ku i fole, unë për do sene, e kam kuptu se po të vlerësojki, po i vjeni nati me thonë, edhe ka frike për Dolçes. Edhe shive, a e pa ca reagova unë që a i konfirë në kam nga loja shua nga Dolçe? E të ruhet për mësë me hu. E pa të living room? Labi, a e pa Ludo, a e pa të rëgoja një ditit e Jugjertës? Sa tha shumë që po më nxirë në kam nga loja se risi pikçuditse në mesin e diskutimit ku dua me marru. Aj, edhe qka? Uqu, iku, Ludo. Limi me Dolçen, betonja ka po vetër gropës. Okej, mos thuaj, ama Ludo, Ludo, të lutem të rëgoja ditit dhe Jugjertës, e ti la. Edhe pak vetës, keme kuptu pse. A e pa që sa reagova unë që këta, ky po më nxirë në kam nga loja, fap, uqu nga divani. Bravo. Se po rrisi pikë çuditse me Dolçe non stop aty ku du me marr pjesë në diskutime. Edhe sporri. U çu, lëvizi qarkulloi, edhe erdhi pasaj te ne. E kuptoj unë të sana. Tani të lutem. A mo ti du tash. Unë nuk e di ai çfarë po bën për momentin, po mua ma ka shkatruar zemrën. Sipas te Dolçe ka fitutje? Jo. A ketis sot çka na ka thonë mua Labit? Jo. A di çka na tha? Ju s'jeni kërkushin, s'keni vlerë për mua, jeni zero, unë jam kështu, unë e kështu. Ty që të tha Labit i tha dhe një fjarë qaj. Ja, mu më tha, u qarova me ato. Ore, ne ishim të tre, unë isha gjëndje emocionale Ja, ti ishë, ti kjarë ma vonë, o ti. Që po ja qoja halli Debati ka njësë me motra. Debati shumë i malë ka qenë sot. Me motra të më tonë ti ki po farë në Serbi. Për me Dolçen, a kështu të tha Dolçe? Jo, kjo, motra. Motra, ti ke po farë në Serbi. Po, 100% ti ki fëmija tje. Janë i sepet. Me të gjujt aty. Dëshë me ta po regullajt. Qa me ta? Ta vetë po ankojmë pëse përdorin informacione nga jashtë dhe vetë po e përdorin po të prekin aty ku s'duhet. Mu ka të tërku. A u sharua, e ka dal, a e Zojnë e ka dal me video. E ka që grues të me që video. Po qa sjarua ty aty kur ishit të pest? Me grujen? Jo, po flasë për këtë rasti. Se pash ishte ti, Ludo, Alba, Dolçe, Limi. Të lutem, ta tegu diçka të lutem. Isha unë, Labi, Ludo, dhe këta të dy po më jep një këshilla se e pa në gjëndjen time emocionale të dobët. Sigurisht. Erdi Dolçe me Limin nga jashtë, na pa në gjëndjen tonë, u lë fiks të në. Unë i thash këta të dy tani rast se kam pak respekt për mua dhe për gjëndjen time emocionale, shtëpia ka 100 milion ambiente. Mos vi këtu fiks për ballë me ne. Rri pak më larg. Sa ata e di shumë mirë që unë po ju largohem. Tani mos majdeni mund gjitë. Ajo nisi. Ju na e keni sjell në majtë të hundës ku ju duron juve, po i thash kur ti nuk po na duron neve, atëherë mos hajde përballë nesh. Jo, ju s'më bezdisni fare, fal pak po bie kontradikt me veten. Ja përmenda edhe një pjesën që inshallah vllai i madhi nxjerr bisedat që mi ka bërë Dolçe brapa kurrizit Edi që ka thënë Limi qash, Limi si mashkull, s'është asnjë gjë, ti ku je si femër, ndërkohë që un kam qenë ajo që i kam thënë Dolçe, un kam ndjesi, përveç ndjesisë nuk është ai lloj mashkulli që ju e njihni në publik, është shumë më shumë se aq, ja kam thënë unë, se unë s'dikojmë nga opinioni publikut për Limin. Unë e kam njohur Limin vetë personalisht, nga afër, dhe e di vlerat e tij si mashkull kush është. Nuk është thjesht një mashkull i kulturuar në të folur dhe i mençur. Është super familjar, është super shok dhe ka një super zemër të mirë, bujare dhe të dhimbshme si njeri. Se Dolçe e përmend vetëm këta aspektet sipërfaqësore në sjellje që i ka. Dhe i thash Dolçes pjesën që
ti mund t'jesh një thash sinjorita, se po e përmend vazhdimisht unë jam sinjorita, unë jam zonjë. Thash ti mund t'jesh zonjë duke përdor fjalë të bukura dhe me kulturë. Apo i thash vepra që i bën, gënjeshtrën, mashtrimin, skuthllëkun dhe pjesën e dhunës fizike dhe kërcënimit, unë paktën këta gjëra nuk i bëj. Nuk kam shku unë ta gënjej dolçen për një mashkull tjetër, nuk kam shku unë ta mashtroj, nuk kam shku unë t'i bëj skuthllëk. Edhe ditën e Prime që ai nxori duar, tha shumë mirë, dolça o çu nga vendi vet, shigjet te unë, multa, Alba, e shef, mos u mërzit, ka ardhur do bëhet çdo gjë mirë. Çfarë do bëhet çdo gjë mirë? Ajo shkoi e futi turin të një mashkull që e shajti si mashkull. Dhe para limit thotë se është e vërtet. Tani çdo kush le të marrë përgjegjësitë. Dhe kam thënë inshallah Big Brother i nxjerr ata momentet, jo se për xhelozi, po dolçja si lojtare. Kaç. Gerta ti ka marrë parasysh fjalët e tuaja. Pa une ka pas fuqin, pas Prime që ndodhi shoku i parë që Kosova, unë nuk i kam shku fare limit mbrapa, dhe unë prapë sot e kësaj dite nuk i shke limit mbrapa.